Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Siç e dim, muaji i mallnueshëm i Ramazanit është i mbushur me ngjarje dhe ndodhi të ndryshme. Ato ndodhi janë ndërrimi i jetë i nënës së besimtarëve, Hazreti Hadixhes, paqja qoftë mbi të, ndërrimi i jetë i mbrojtësit të profetit, Abu Talibit, ditëlindja e Imam Hasanit, betejë e Bedrit, nata e Kadrit dhe martirizimi i prisit të besimtarëve, Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Sigurisht që dita e martirizimit të prisit të besimtarëve Imam Aliut është një ditë dhimbje dhe pikëllimi për të gjithë muslimanët. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte kushëriri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, dhëndri i tij, babai Hasanit dhe Hysejnit, dy zotrinjt e të rinjve të banorëve të xhennetit, dhe një nga personalitetet e mëdha të njerëzimit pas profetit Muhammed. Imam Aliun e rriti dhe edukoi vetë profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për të cilin, pra për Imam Aliun, profeti ka thënë: unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta i tij. Kjo thënie e profetit tregon madhështinë e dijes dhe pozitën e lartë të Imam Aliut në Islam. Imam Aliu ishte pranë profetit në çdo betejë, në betejën e Bedrit, në Uhud, në Hendek, në Khaybar e të tjerë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: goditja e Aliut në ditën e Hendekut është më e vlefshme se adhurimi i njerëzve dhe i gjindëve. Përsëri me këtë thënie, profeti i dashur nxjerr në pah dhe na lajmëron për pozitën e lartë të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Ne e përkujtojmë e nderojmë Imam Aliun sepse ai është simboli i drejtësisë. Pra, kur flasim për Imam Aliun, flasim për një njeri që drejtësinë e kishte mbi gjithçka. Allahu i madhruar në ajetin 90 të surës Nahl thot: inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Vërtet, Allahu urdhëron drejtësi dhe mirësi. Imam Aliu ishte zbatimi praktik i këtij ajeti. Në historinë islame tregohet se një ngjarje e famshme ka ndodhur. Imam Aliu pati një mosmarrveshje me një hebre për një mburoj. Çështja shkoi në gjykatë dhe gjykatësi, i cili në atë kohë ishte Shurej. Edhe pse Imam Aliu ishte khalif, gjykatësi kërkoi dëshmi. Kur Aliu nuk solli dëshmi të mjaftueshme, gjykatësi vendosi në favor të hebreut. Ajo që e mahnitën hebreu ishte sepse Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, u ul për krah
hebreu dhe nuk ul për krah shurejt. Pra Imam Aliu prisi besimtarë, pra ul për krah hebreu. Dhe kur gjykatësi gjykoi për të drejtën e hebreu, dhe kur hebreu e kuptoi se kush ishte ai në krah të tij, u mahnit dhe tha, ky është gjykim i profetëve, dhe hebreu e pranoi islamin. Kjo pra ishte drejtësia e Imam Aliut alayhis salam. Jeta e tij ishte sakrificë për islamin. Imam Aliu ishte i pari mashkull që pranoi islamin. Ai ishte gjithmonë pranë profetit Muhammed në momentet më të vështira. Një nga ngjarjet më të mëdha është nata e hijretit, pra emigrimit të profetit nga Mekka në Medinë, kur armiqt kurajshit rrethuan shtëpinë e profetit për ta vrarë, dhe Imam Aliu pranoi të flinte në shtratin e profetit duke rrezikuar jetën e tij dhe për hir të islamit. Për këtë Allahu i madhruar zbriti ajetin 207 në surën Bekara. Ka për njerëzve që e shesin veten e tyre për të fituar kënaqësinë e Allahut. Ngjarja më tragjike ndodhi në 19 Ramazan të vitit 40 të Hijrit. Imam Aliu alayhis salam shkoi në xhaminë e Kufës për të falur namazin e sabahut. Ai ishte duke fal namaz dhe ishte në mihrab duke adhuruar Allahun e plotfuqishëm. Një njeri i devijuar, i mallkuar, i quajtur Abdurrahman ibn Muljim, e goditi me shpatë të helmuar në kokë Imam Aliun. Në atë moment, imami i dashur, prisi besimtarëve Imam Aliu, tha fjalën e famshme: Fuztu wa Rabbil Ka'be. Pasha Zotin e Ka'bes, unë fitova. Shikoni pra madhështinë e këtij njeriu madhështor. Në momentin kur u godit dhe ishte pranë vdekjes, ai nuk tha asnjë fjalë ankese. Ai nuk tha as of, as u vrava. Apo si thon shumica e njerëzve, o baba, o nona im, o baba im. Por Imam Aliu tha, unë fitova. Sepse ai e shihte martirizimin si takim me Allahun fuqiplot. Imam Aliu e dinte se martirizimi është fitore, prandaj ai nuk e pa vdekjen si humbje, por e pa si sukses dhe fitim, dhe fitore. Pra. Në momentet e fundit të jetës së tij, Imam Aliu alayhis salam dha disa këshilla shumë të rëndësishme për njerëzit. Dhe prej tyre këshillave ai tha: Kijeni frikë Allahun, mos e braktisni Kuranin, mos e lini namazin, kujdesuni për jetimet, mos e shkatroni unitetin e muslimanëve. Dhe gjithashtu, për këshillat e tij në momentet e fundit të jetës, ai ka thënë: mos u bëni mbështetës të shtypsit dhe mos e lini të vetëm të shtypurin. Kjo pra të dashur vëllezër dhe motra, është filozofia e drejtësisë Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, e cila u vra në mihrabin e përullësisë. Ai tregoi drejtësi edhe ndaj vrasit të tij. Ndodh pra sot sikur një person të vritet, pala tjetër marr fise, vrasin të gjithë për të marrë hak. Por një nga momentet më të mahnitshme të historisë është qëndrimi i Imam Aliu ndaj vrasit të tij,
Ai u tha fëmijëve të vet, nëse unë vdes nga kjo goditje, jepini vetëm një goditje si kun të përgjigje dhe mos e torturoni. Në një transmetim tjetër thuhet që kujdesuni për të, pra për vrasin e vet, i ushqejeni, jepini të pi, mos e lëndoni. Pra, ky ishte qëndrimi i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, edhe ndaj njeriu që e goditi. Ai kërkoi drejtësi dhe jo hakmarrje. Dhe kjo tregon madhështinë e moralit të lartë të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Sepse ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ai që ja ushqeu Imam Aliut të moral për të lartë. Me martizimin e Imam Aliut, ummeti islam humbi një nga udhëheqësit më të drejtë. Dietarët thonë nuk ka pasur sundimtar më të drejtë se Aliu. Ai jetonte me njerëzit e varfër, rrobat e tij ishin të thjeshta, ushqimi i tij ishte bukë me krip. Imam Aliu thoshte, si mund të flej i qetë kur në shoqërinë time ka njerëz që vuajnë nga uria? A ka sot të tillë udhëheqës? Imam Aliu pra është shembulli dhe modeli më i lartë për çdo udhëheqës. Për drejtësinë, për dëmshurinë. Pra, të gjithë duhet ta marrin pra shembull. Çfarë duhet të mësojmë ne nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të? Martirizimi i Imam Aliut nuk është vetëm një ngjarje historike. Është një mësim për jetën tonë. Duhet të mësojmë nga Imam Aliu drejtësinë. Të jemi të drejtë edhe kur është kundër interesit tonë. Duhet të mësojmë devotshmërinë. Ai kalonte netët në adhurim dhe ditët në shërbim të njerëzve. Të mësojmë guximin. Ai ishte hero në fushën e betejës dhe i butë me të doptit. Të mësojmë nga Imam Aliu dashurinë për Allahun. E gjithë jeta e tij ishte pra për Allahun. Të dashur vëllezër dhe motra, Imam Aliu alayhis salam u godit në mihrab, në vendin e adhurimit. Kjo tregon se jeta e tij filloi dhe përfundoi me Allahun fuqiplot. Ai jetoi për drejtësi dhe vdiq për drejtësi. Prandaj historia e tij nuk do të harrohet kurrë. Imam Aliu nuk është pronë private e askujt. Dhe nuk është i posaçëm për një medheb, apo sekt, apo tarikat. Imam Aliu është i të gjithë muslimanëve. Imam Aliu, siç e cilëson shkrimtari i krishterë libanez George Jordak, është zëri i drejtësisë njerëzore. Ka shumë hadithe të ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali që flasin për pozitën e Imam Aliut. Për atyre haditheve përmendim profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: Aliu është me të vërtetën dhe e vërteta është me Aliun. Gjithashtu profeti Muhammed ka thënë: mbajtësi i flamurit tim në këtë botë dhe në botën tjetër është Aliu. Në një hadith tjetër profeti ka thënë: të vërtetët, siddiqët janë 3. Besimtari i familjes e Yasinit, besimtari i Faraonit dhe më i miri prej tyre është Aliu.
Këto hadithe gjenden pra në burimet e ehli sunetit, po ashtu edhe tek shiitët, pra në të gjithë burimet islame. Profeti ka thënë, çdo profet ka një trashëgimtar dhe kujdestar, ndërsa trashëgimtari dhe kujdestari im është Ali ibn Abi Talib. Gjithashtu profeti ynë i dashur ka thënë, më i dituri i ummetit tim pas meje është Aliu. Në një hadith tjetër, profeti ka thënë, më i miri ndër të parë dhe të fundit është vrasi i Aliut. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kushdo që më ka mua udhëheqës, edhe Aliu është udhëheqësi i tij. Të dashur vëllezër dhe motra, të flasësh për Imam Aliun duhen orë, ditë, vite. Imam Aliu nuk kërkon që ne vetëm ta lavdrojmë me fjalë. Imam Aliu kërkon për nesh që të jemi pra besimtar të sinqert, të jemi me të vërtetën, të jemi kundër shtypjes dhe shtypsit, të ndihmojmë të tjerët. Imam Aliu kërkon për nesh që të përhapim drejtësinë, të përhapim paqen, të përhapim vllazërinë. Imam Aliu është ai që na porosit e thot la takunu min as-sabbabin, mos jeni prej atyre që fyen dhe shajnë ofendojnë. Imam Aliu kërkon për nesh që të kapemi pas Kuranit, pas sunetit të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Imam Aliu kërkon për nesh që të jemi zbatues të urdhrat e Allahut. Nuk mjafton që të themi unë e dua Imam Aliun, e kam Imam Aliun në zemër. Imam Aliu duhet të përkthehet në vepra. Imam Aliu duhet të jetë pjesë e moralit ton, e sjelljes tona, e veprave tona. Kështu pra ne e nderojmë dhe e respektojmë Imam Aliun kur ne ecim në rrugën e tij, veprojmë siç veproi ai, dhe jo thjesht ta përmendim me gjuhë. E lusë Allahun e madhruar që të na jap dhe të na mbush zemrën me dashurinë për Imam Aliun, sepse dashuria për Imam Aliun është dashuria për profetin dhe dashuria për profetin, dashuria për Allahun. E lusë Allahun të na bëj ndjekës të drejtësisë së tij dhe të na ringjall me familjen e profetit në jetën tjetër. Allahu na bëft për atyre që ecën pra në rrugën e Kuranit, në rrugën e profetit Muhammed dhe në rrugën e drejtësisë së Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Allahu ju ruaj, ju begatoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.